Elbasani nis kremtimet për festën tradicionale të ditës së verës. Do të jetë një javë e mbushur me aktivitete, të cilat padyshim kanë nisur me fëmijët e kopshteve. Jo rastësisht, festimet e para nisin me ekspozimin e gatimeve tradicionale dhe profesionet të artizanatit, me qëllimin e madh të përçimit të traditës. Ne jemi mbledhur të gjithë këtu sot për të festuar ditën e verës. Ku festohet dita e verës? Në Elbasan. Pranvera ka zbukuruar qytetin me lulet e para, ndërsa në të gjithë Elbasanin ndjehet aroma e këndshme e ballokumeve. Tradita do që dita e verës të festohet në Elbasan. Sot kemi filluar të gjitha ceremonitë dhe si gjithmonë e filloj me fëmijët. Aktivitetet e para janë të fëmijëve, të kopsheve të Elbasanit, atyre që gëzojnë më shumë në fakt ardhjen e pranverës, por gëzojnë më shumë edhe ditën e verës së Elbasanit. Vizitorët e parë të kësaj dite vere ishin turistë gjerman. Jam nga Gjermania, hera e parë që vi në Shqipëri. Guida jona tha se Elbasani po feston ditën e verës. Është kaq bukur të shohësh kaq shumë njerëz që festojnë. Kam një ballokume në çantë dhe do ta provoj. Nuk e kemi këtë festë në Gjermani dhe sa kënaqësi të shohësh fëmijët 5 apo 6 vjeç që festojnë. Edhe dielli sot shkëlqen. Bashkia e Elbasanit ka parashikuar një agjendë të ngjeshur festimesh, të cilat do të kulmojnë në 13 dhe në 14 mars. Por 14 marsi pasohet nga fundjava, çka ka bërë që agjenda të shkojë edhe përtej kësaj date, me qëllim që vizitorët të qëndrojnë një fundjavë më shumë në qytetin e Elbasanit.